shirë, ndoshta sepse jo krejt raportet janë nga siguraja që pam në video, po çka lë për ty ajo video? Fatkeqësisht një ngjarje shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme madje, që në që nivel e kemi përdhos, e kemi ull, e kemi nënçmu, e kemi poshtru figurën e mësuesit. Ajo figurë që është kandil që shkrihet, digjet vetë me ndryqu të tjerët. Pikrisht që ata nxënës për i cilëve sulmohet. Unë jam mësimdhënës, tash 10 vite, po ky që jam unë sot, jam falë mësimdhënësve të me, jam falë asimtarëve, jam falë profesorëve. Tash unë më qu me fik atë kandilën, nësë atë mëri kandilësh, kush ka me ndryqu mua? Në më ne, qash bukë për mes jemi bo, sa po pështujmë sofrën ku po shqehemi. Ati problemi i ka stër parapri një mëri problemesh për ati grupit nxënësve që veç nxënës nuk janë, se nxënësi nuk sulmon një mësim dhënës, ai që merr dije nuk sulmon dhënësin e dijes, përkundrazi e mbron, po janë një mëri rrogaqësh, një mëri fëmijësh që ju mungon ajo thelbësorja, edukata e shtëpisë. Unë procesin edukativ arsimor gjithmonë e mbroj fuqishëm që është i ndarë në 2 pjesë, edukata në shtëpi, dija në shkollë. Unë s'muj me e formësu edukatën e kërku në shtëpi përveç të fëmijëve të mi. Fëmiju jam është pasqyrë në shkollë, edhe jemi edhe i vetës. Ne jemi përgjegjës për dhënje të dijes, jo për dhënje të edukatës. Tash me ranë qëtë nivel, me u degradu, derin qëtë masë, personalitetit, digniteti, etika, morali, profesionalizmi i mësimdhënësit, për tjetë është me kajtë. Nuk ka met më mision fisnik mësimdhënja. Ka met një profesion që duhet me mbjetu për të profesionin.